Pas marrjes në pyetje nga policia, Federica Mogherini, Stefano Sanino dhe Cesare Zagreti të përfshirë në skandalin e dyshuar të përfshinte financimin e diplomatëve të rinj evropian i janë liruar. Lajmi u dha nga zyra e prokurorit publik në Bashkimin Evropian që po udhëheq hetimin. Akuzat kanë të bëjnë me mashtrim dhe korrupsion për prokurim, konflikt interesi dhe shkelje të sekretit profesional, por të tre u liruan sepse nuk u konsideruan si rrezik për arratisje. Ish përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian dhe rektoria aktuale e Kolegjit të Europës, Federica Mogherini, u ndalua pas kontrolleve të kryera një ditë më parë në shërbimin e veprimit të jashtëm të Bashkimit Evropian dhe në Kolegjin e Europës në Bruges, si pjesë e një hetimi për mashtrim të mundshëm në përdorimin e fondeve të Bashkimit Evropian. Persona të tjerë të arrestuar janë një zyrtar i Kolegjit të Europës dhe ish sekretari i përgjithshëm i EEA, diplomati italian Stefano Sanino. Hetimi ka të bëjë me akuzat për favorizim dhe konkurrencë të padrejtë në dhënien e një programi trajnimi 9 mujor për diplomatët e arshëm evropian për Kolegjin e Europës. Faktet datojnë që nga periudha 2021-2022 dhe krimet e dyshuara, sipas zyrës së prokurorit publik evropian, janë potencialisht mashtrim në dhënien e kontratave publike, korrupsion, konflikt interesi dhe shkelje e sekretit profesional.